Inna Allahe yaghfiru dhunuba jamia. Me të vërtet, Allahu fal shumë. Inna Allahu huwa ghafurur rahim. Pra Allahu është falës mëshirues. Njeriu është gabimtar. Çdo bir i Ademit është gabimtar, por më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Allahu i don ata që pendohen dhe pendohen sinqerisht me përgjërim dhe me droj ndaj krijuesit. Ne si njerëz jemi harrestar, gabimtar, por Allahu vazhdimisht me mëshirën e tij na lën derën hapur që ne të pendohemi, të kthehemi dhe të vazhdojmë rrugën e drejtë Siratal Mustaqim. Reflektoni pak sa. Dera pendimit është hapur 24 orë dhe ne si besimtar duhet të kërkojmë falje dhe të ecim rrugës së drejtë dhe të bëjmë vepra të mira. Selam aleikum.